tash varet që se s'ka përdor kanë mbrojtës. Jo, se Qendrat shëndetësore verore janë hapur dhe kanë filluar veprimtarinë e tyre që nga data 1 qershor deri me 30 shtator ku edhe ato mbyllen siç kanë edhe emrin sezonale. Jemi të kompletuar totalisht me staf për të dyja qendrat shëndetësore verore dhe në komunikim të vazhdueshëm për të zgjidhur çdo problematikë të mundshme për t'ju përgjigjur le të themi fluksit që ka Bashkia Lezhë për sa i përket turizmit. Çdo çështje e ditës konsultohet edhe me një VKSH për të cilën referojmë me operatorin qendror, me spitalin rajonal, por edhe me ministrinë kur është e nevojshme për ndërhyrje apo problematika të ndryshme. Për momentin po i përgjigjemi të gjitha shërbimeve për sa i përket të nevojave akute që kanë vizitorët. Në të dy qendrat shëndetësore verore janë dislokuar autoambulancat për të qenë në shërbim të plot 24 orësh për t'ju përgjigjur çdo telefonate që mund të kenë vizitorët. Me këtë rast duhet t'ju bëj edhe unë thirrje nëpërmjet kësaj videoje ose komunikimi sensibilizues të gjithë vizitorëve që të futen edhe të kërkojnë numrin e qendrave shëndetësore verore, të cilat i përgjigjen edhe për problematika të vogla që të mos lëvizin kot nga shtëpitë e tyre kur nuk është e nevojshme, por për sa i përket autoambulancave, numri dihet, është në shërbim të plotë i koordinuar me Spitalin Rajonal, por edhe me shërbimin kombëtar të urgjencës. Më shkojnë? Jo, bëhet trupi ashtu nga më shkojnë. Në rast se i alergjik ti, Jo, s'ka gjë, mos i